Buqim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Cila është problematika më e madhe e sistemit taksativ shqiptar për një përmbyllje të thjeshtë? Unë jam më shumë personalisht për taksën progresive. Kush fiton më shumë duhet kontribuoj më shumë. Tani përqindjet mund të diskutojmë gjithkohën. Këtu tek ne është ideja që taksa tatime duhet I di vetëm një që ka mbaruar ekonomikun ose që studion për ekonomi. Buqim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Mirë në erë, Anisa. Mirë së gjeta. Si e? Jam Si të shkojnë mirë. Mirë nga puna e lodhur? Pak e lodhur, ngarkesi në fund viti. Fundi vitit është gjithmonë ngarkesë. Besoj për çdo profesion, po për ne ndoshta pak më shumë. Por mirë. Rritet pak turistnia Mahamet të një pjesë e madhe shumë e profesionit. Fundi vitit po thot Anisa njerëz sepse ju veç se shikoni këto nga Patreon, po e shikoni në janar, në vitin e ri, kështu që mos prisni deri në janar, mos pritni një vit, do të bëni pjesë e Patreon Buçi podcast dhe I shihni çdo gjë në kohë reale. Po pra, shihni vitin tjetër, është dead jokes 101, bravo. Është o zot, gur në veshka. Anisa, unë të kam kërkuar në këtë episod për të folur për diçka që më duket shumë abstrakte në një gjë që është nga sipër, sikur se nuk na prek ose sikur na prek, po që sikur do në një formim edhe shumë të mathe apo sikur është në një gogol që nuk e kupton asnjëri, por që në fakt është diçka që duhet në teori, në një utopi, domethënë, të dinte çdo njeri në çdo moment jetës vet, domethënë. Po, besoj që disa të tjerë I urejnë. Po dhe e shesim pak si gjë që është shumë e vështirë për të kapur, pikërisht që mos ta kuptojnë njerëzit shumë, se nuk ju leverdis ta kuptojnë shumë të çështjen për cilën do flasim. Marisht, shumë e kanë parë edhe nga titulli që ne do flasim për taksa dhe për sistemin taksativ ose taksues në Shqipëri, duke u munduar domethënë me aq sa ne kemi informacion të themi disa gjëra. Sepse ndryshe nga ti Anisa, unë nuk I përkas fushës, as nuk kam punuar domethënë në mënyrë rigoroze në Shqipëri, që të di se si funksionon vërtet domethënë edhe se si ndodh çdo gjë mbrapa letrave, përveç atyre lekëve që marru në bank apo në dorë apo ku I marr. Domethënë nuk se kam ide fare se si funksionon çdo gjë tjetër. S'ke paguar në një taksë në Shqipëri. Fare, zero taksa. Por jo evazioni, paguaj thjesht diku tjetër, nuk është evazion fiskal. Në fillim për të pritur pak sens muhabetit, se edhe unë kam çik problem, njerëzit do thonë që po bëre ti Buçi të flasësh për taksa, jo po flet për këtë, jo po flet për ata. Unë kam marrë mua, jo vetëm ty, kështu që mirë. Po që tek ty nuk funksionon shumë, se ti përket domethënë kështu. Të tregoj me 2-3 fjalë njerëzve se çfarë bën në përditshmërinë tënde. Unë jam prej 12 vitesh punoj ekonomiste, se jam ekonomiste më duket pastaj fjalë e madhe, se është profesion në cilin mëson çdo ditë. Domethënë kur kam hyrë në punë, s'kam ditur asgjë. Ndoshta është sistemi në Shqipëri që unë tani kam filluar të mësoj shumë gjëra që kam mësuar në shkollë ose I kuptoj tani vetëm. Dhe unë më duket siç është sistemi edukativ, por nuk po I hym kësaj gjës. Përveç se mëson çdo ditë sepse ka gjëra që dalin të reja në punë, por është edhe sistemi vetë që ndryshon, ligjet që ndryshojnë edhe udhëzimet e gjitha me radhë. Kështu që unë do përpiqem të kemi një bisedë që kuptohet edhe do përpiqem të shpjegoj me aq sa di ato që di, aq sa mundemi. Normalisht, me aq sa kemi, se s'kemi çfarë të bëjmë atyre të tjerave. Me këto që na duan. Atë, me aq sa kemi bukë kripe zemër të bardhë. Kështu që sistemi I taksës shqiptare, domethënë, mendoj që jo vetëm për ne që jemi larg Shqipërisë, po edhe për pjesën më të madhe aty është I panjohur. Edhe duke munduar ta zbërthejmë pak, domethënë thjesht doja ta nisim çik në mënyrë kështu me moll për popullin e thjeshtë, domethënë që
si i paguajnë njerëzit në Shqipëri taksat dhe çfarë është inkluzive në këto taksa që ata paguajnë? Tani, duke filluar që sa del nga shtëpia nëse blen diçka, paguan TVSH-n, që është tatimi mbi vlerën e shtuar, paguan duke bler një produkt. Edhe TVSH-ja e paguajmë të gjithë për çdo produkt, sidomos ne që jemi blerës konsumator individ. Pastaj ndryshon disi puna në kompanitë të tjera, aty ndahen disa gjëra, por individi ne paguajmë të gjithë. Dhe aty në çmimin me cilin e blejmë produktet që është përfshirë TVSH-ja pastaj, duke u taksuar bizneset, kompanitë, ato më tej do të rrisin çmimin e produkteve të tyre, sepse normalisht ju intereson fitimi dhe xhiroja e tyre, dhe neve gjithmonë paguajmë. Do me thënë, TVSH-ja është ajo që paguajmë çdo ditë për gjë më vogël, sikur një çumçakisë që blejmë. Pastaj, ajo që ndoshta shqiptarët nuk janë shumë të informuar, janë taksat që paguajnë në shtet, tatimet, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Mund t'i dinë, sigurisht që i dinë, dhe çështja është që kjo vlen vetëm për ata që punojnë të deklaruar. Jo ata në të zezë, ata evitojnë komplet. Normalisht. Dhe ajo është këto të dyja janë taksa që rëndojnë dhe ne nuk e kuptojmë, sepse ne shqetësohemi vetëm çfarë marrim në dorë, në bank, po them në dorë, çfarë marrim neto që e fusim pastaj në shtëpi. Dhe këtu është komplikuar paksa, apo e filloj me përqindjet që paguajmë për këto të dyja, për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Me përqindjet të kuptohet, do të thënë një njeri me një rrogë normale, që unë nuk e di se cila quhet rrogë normale, por këtu i hyn një çështje tjetër pastaj. Ka vërë që në Shqipëri diskutojnë vetëm neto, domethënë, edhe nuk diskutojnë asnjëherë bruto, kështu që nuk ka njeri idenë se çfarë përqindje paguan. Po dhe ky është gabim, është kulturë goxha e gabuar, dhe unë besoj që njerëzit duhet fillojnë të informohen. Kur thua paga është paga bruto, sepse prej saj mbahen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, që teorikisht, mund të flasim pak më tej për këtë, janë ato që vlejnë për pensionin në një të ardhme, apo vlejnë për kujdesin shëndetësor. Po vjen çik për të qeshur, por është për këtë arsye që mbahen. Ta është të quajturin. Po, por që edhe për sa i përket sigurimeve shoqërore, kontributet për sigurimet shoqërore që janë ato që për cilat derdhim në shtet që të kemi një pension nesër pas nesër kur të dalim në pension, në total është 24.5%. Por kjo nuk i mbahet e gjitha individit. Në Shqipëri barën më të madhe për këtë e ka punëdhënësi. Kompania në cilën unë punoj paguan 15% të këtij 24.5% dhe vetëm 9.5% mbahen mua nga paga. Janë formula që zbatohen me radhë. Edhe domethënë 15% është kosta e punëdhënësit dhe 9.5% më mbahet mua. Ndërkohë që sigurimi shëndetësor është 3.4% në total dhe ky ndahet 50-50 pastaj. Kjo është një përqindje që s'ka ndryshuar asnjëherë. Të paktën jo vetëm 12 vite që punoj unë, po unë s'di të është goxha, kështu ka qenë thuajse gjithmonë. Dhe për këtë janë shumë njerëzit që nuk pranojnë të deklarohen, sepse me të drejtë ose jo, mund edhe ta diskutojmë disi këtë, thonë, nëse unë paguaj sigurime shoqërore, është pak dritë shkurtësi, mendoj unë, sepse mendojmë që s'do jetojmë aq gjatë sa të kemi një pension nesër pas nesër, dhe përsa i përket sigurimit shëndetësor pastaj, këtu bie dakord me shumicën që ne kur shkojmë në spital shtetëror, është shumë e vështirë që të marrësh kujdesin shëndetësor pa dhënë diçka në dorë. Kjo është e vërtet. Kështu që dhe këto duken pastaj pak si taksa të humbura. Më kupton, njerëzit i konceptojnë këto si taksa që humbasin. Unë i paguaj, po nuk e di ku humbasin dhe nuk i marr kurrë mbrapsht në formën e shërbimit gjithmonë, jo si para mbrapsht. Një kuptoj. Domethënë, nëse një person kështu approximately, nëse një person paguhet diku tek 600-700.000 lekë, domethënë i bie që sigurimi ose e thënë më ndryshe. Mund të më japësh një shembull me shifra, domethënë se sa paguan një njeri përveç se përqindjes, në një shembull, domethënë që se merr diku tek 500-600-700.000 lekë të dorë, për shembull, të vjetra gjithmonë. Tani këtu duhet me bët çik llogarit, dhe unë s'kam marrë një makinë llogaritse me vete, por pa llogari fare, vetëm me amendje.
Për exempel për një pagë, un po them neto 70.000 të reja, neto. Po. Do me thënë, mbahet që të marrësh një pagë 70.000 neto, mbahen të kapërsisht tek 20, ndoshta po se është dhe taptimi progresiv mbi të ardhurat që duhet flasim dhe për të që dhe ai mbahet gjithashtu gjithmonë nga paga. Dhe mund të jetë diku tek 15-20.000 të reja që është vetëm tatim. Po. Wow. 15.000, 17.000 nëse zgaboj të reja. Është tatim mbi të ardhurat, do me thënë unë tatohem për paran që fitoj realisht. Dhe në Shqipëri që është zbatoj tatimi progresiv, që është ai me hapa, që atë mund ta shpjegojmë dhe mund ta shpjegojmë edhe me shifra, sepse unë e kam shënuar. Edhe nga 0 deri në 50.000 lekë, flasim gjithmonë për shifra bruto, jo neto tani, sepse tatohesh mbi pagën bruto, është 0%. Nga 50.001 lekë, që është më shumë, deri në 60.000 lekë të reja, për shumën 0 deri 35.000 lekë, domethënë nuk e di nëse shpjegoj mirë, është sërish 0%. Për 35.001 lekë deri në 60.000 lekë është 13%. Po për këtë diferencë, domethënë për 60.000 minus 35.000 lekë, që bie 25.000 lekë herë 0.13, që është 13%, për këtë mbahet. Nga 60.000 dhe më tepër, kemi prapë për shkallëzim, 0 deri 30.000 është 0%, 30.001 lekë deri në 200.000 lekë, gjithmonë me shifra flasim të reja, ne ekonomistët nuk mund flasim ndryshe, është 13%, dhe 200.001 lekë e më tutje është ky 13% që më lartë që thamë që është 22.100 lekë, po të bëjmë llogarit, plus 23% e shumës mbi 200.000. Ta shpjegojmë dhe një herë, është pak kur e thua kështu si rebus. Se kur e përsëritin ngelet edhe njerëz më shumë në mendje kur përsëritet diçka. Atëherë 0 deri 50.000 lekë. Nëse një person e ka pagën bruto 50.000 lekë, nuk paguan tatim mbi të ardhurat fare, është 0. Nëse një person paguhet 60.000 lekë, nëse paguhet 60.000 lekë, 0 deri 35.000 lekët e para nuk paguan tatim, ndërsa për diferencën midis 60.000 dhe 35.000 paguan 13%. Për këtë diferencë që është 25.000. Po, për 25.000 lekëshin paguan 13%. Nëse një person paguhet, po e bëm 70.000 lekë bruto. 0 deri 30% nuk i mbahet tatim mbi pagën. Për 30.000 deri në 70.000, 30.001 lekë, se është gjithmonë diferencën e bën ai 1 lekëshi, deri në 70.000 i mbahet 13% të diferencës. Qartë? Po. Nëse një person pastaj paguhet 250.000 të reja, atëherë 0 deri 30 i mbahet 0%, 30.000 për diferencën midis 200.000 dhe 30.001 lekëshit, që është 170.000, i mbahet 13%, dhe bën 22.100 lekë, sepse kjo thuhet në ligj pastaj. Është 22.100 lekë dhe për diferencën pastaj midis 250-s dhe 200-sit, që është 50.000-shja, sepse thamë që ishte 250.000 paga, i mbahet 23%. Për këtë 50.000-shën vetë mbahet 23%. Më kupton, sepse nuk llogaritet 23%, shumë njerëz e ngatrojnë, është pak konfuze kur e thua, sepse mendojnë që unë marr 250.000 lekë dhe i bie mban 23%. Nuk e paguan mbi gjithë 250.000 lekëshin 23%. E paguan vetëm për këtë 50.000 lekëshin në fund. Po, all in all, domethënë nuk janë pak këto brackets, duket sikur janë pak larg nga njëra tjetra, domethënë. Po, shiko, përveç se është një shtet, doroj vetëm me taksa dhe tatime, shteti, unë nuk them shteti shqiptar i ka pak të egzageruar, apo realisht unë nuk e di si është në shtetet e tjera, kështu që ndoshta e akuzoj kot. Por për nivelin në Shqipëri, mendoj dhe unë një lloj që është pak edhe se di, është shumë, për shembull, për këtë 250.000 lekëshin që ka dikush, nëse ka një pagë bruto 250.000 lekë, të reja janë 33.600 lekë që paguan vetëm tatim mbi të ardhurat. Kështu që
Se kur ju thua njerëzve pagën, pastaj ndaj njerëzit nuk preferojnë të thonë pagën bruto asnjëherë se janë shumë që zbriten pastaj nga atje. Po, normalisht. Më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje nisa që kur kam marrë tu në fillim që çdo gjë bëhej me bruto, edhe pastaj shkoj në bankë që po të më thej që unë do merra kaq, domethënë. Nëse një valla është bruto, e që kështu që chill. Por ndoshta nuk e di në Gjermani, po në Zvicër të paktën me sa di merret paga bruto dhe jeti përgjegjës pastaj për të paguar detyrimet në shtet, kontributet e gjitha me radhë, me sa di. Në Shqipëri është përgjithësi e punëdhënësit. Këtu është nëse je freelance, nëse je person i pavarur, për shembull që punon, paguhesh sepse i lëshon faturë dikujt edhe je i detyruar. Po, freelancer edhe në Shqipëri, por të paktën në Zvicër e di që është përgjegjës personi, edhe kur është i punësuar diku. Kurse këtu është përgjegjësi e punëdhënësit që të ti mbaj ty nga paga dhe t'ia paguaj shtetit pastaj. Po, e njëjta gjë është edhe këtu, sepse edhe unë i punësuar jam edhe më vjen fatura në fund muajit, domethënë lekëve që marr dhe aty janë të rreshtuara se çfarë është paguar me lekët e mia, domethënë gjitha nga benefitet e sigurimit, e sigurimi shëndetit e tjerë. Çdo lloj gjë tjetër. Po kemi më ato taksat, për shembull taksa për RTS-n, televizioni kombëtar, jo e ujit, ajo që kanë qenë në gjelbërime këto gjërat. Po. Këto janë taksa që i paguajnë bizneset, kompanitë private, dhe këto qytetarët i paguajnë në formën e produktit pastaj që marrin. Nëse një biznesi do i rritet taksa infrastrukturës e përkohshme të arsimit që quhet, që s'e kanë kuptuar ndonjëherë çfarë është tamam. Normalisht do rrit çmimin e produkteve dhe në një farë mënyrë jam unë si qytetar që e paguaj këtë taksën dhe jo biznesi. Dhe me sa kam dëgjuar kjo është rritur si taksë, edhe pse duhet ishte e përkohshme, vazhdonte madje edhe është rritur. Është taksa po për radio televizionin shqiptar, është një 100 lekësh që mbahet në faturën e energjisë elektrike. Pastaj shiko, në fakt keqësi për se duket sikur është e vogël 100 lekësh, domethënë, por duke pasur në mendje radio televizionin shqiptar. Po. Shpresojmë s'po na mbajnë dhe për këto televizionet e tjera, veçavash, edhe ato kombëtare janë kuj dihet. Por kjo e me sa di unë, kjo e RTS-s është vetëm një taksë që është në një faturë tjetër që e bën të detyrueshme, ti nuk i shmangesh dot. Të vëshoja pastaj është e detyrueshme kuptimin që ti do blesh diçka dhe patjetër që është e përfshirë. Dhe taksat të tilla janë pastaj akcizat, të doganës, që i ketë produkti që blen gjithmonë i paguan. Të duket sikur i shmang, sikur janë përgjegjësi e kompanive, por realisht i paguan qytetarit. Nuk e di e ke dëgjuar. Bërë të qartë njerëzve që sa herë që rritet ndonjëherë në një taksë, domethënë në një akcizë, në një gjë, taksë naftës, taksë asaj, do ta kenë të qartë që e kanë gjithë, domethënë është tek gjithë secili nga ne në përxhepa duke marr lek. Absolutisht. Shiko, bizneset gjithmonë se s'po dua ta përdor këtë fjalën tani, do ja fusin qytetarëve. Domethënë atyre që e blejnë produktin nuk ka ku të shkojë. Asnjë biznes nuk ja bën vetes, është më se normale, por njerëzit nuk është kjo ndjeshmëria, e ndjejnë te xhepi, patjetër ankohen mes njëri tjetrit, po pastaj për ta bërë të madhe as që bëhet fjalë. Ne kuptoj. Por a ka në Shqipëri taksa të tilla që quhen, për shembull, janë disa taksa këtu për shembull që për ujin që bie tek shtëpia jote, për shembull në një zonë të betonuar dhe jo të jeshile, për shembull ti paguan taksë. Kjo është një taksë idiote, për shembull gjerman. Ka në Shqipëri domethënë gjëra të tilla, gjëra që njerëzit i paguajnë kot ose që nuk e dinë për çfarë i paguajnë, nuk e dinë çfarë funksioni kanë. Se di, njerëzit jo, por punën ku punoj për kompanitë, për shembull, ajo që përmend ata taksa e përkohshme infrastrukturës arsimore, unë se di, se kam marrë vesh asnjëherë për çfarë, dhe është goxha e lartë, dhe nuk e kam marrë vesh kurrë për çfarë është tamam. Ishte ideja për rikonstruktimin e shkollave ose ndërtimin, po ishte për një farë kohe, ndërkohë vazhdon. Ke pastaj taksën e gjelbërimit dhe as kujdeset njëri thuajse fare për gjelbërimin, taksën e pastrimit edhe i ke ndërkohë rrugët. Tirana është pastrohet ndonjëherë, po shumicën e lagjeve ke të mbytur me kazante plerave që hidhen përmbys, edhe njerëzit janë ata që janë.
po mos të hyrë në kësaj. Anita, për shumicën e njerëzve domethënë që jetojnë në Shqipëri në bazë të nivelit për shembull që ti edhe në mënyrë subjektive personale e shikon, a është i mendueshëm një rikthim në taksën e sheshtë dhe do të ishte kjo gjë pozitive apo negative për shqiptarët? Taksa e sheshtë i vë të gjithë në një nivel. Dhe ndoshta si qytetar jemi të gjithë të barabartë. Por gjithsesi për unë jemi të barabartë, megjithatë ka gjëra që na diferencojnë. Unë jam më shumë personalisht për taksën progresive. Kush fiton më shumë duhet kontribuoj më shumë. Tani përqindjet mund të diskutojmë gjithkohë, nuk është problem, por nuk e di pse nuk jam shumë për taksën e sheshtë, sepse jam më shumë me parimin kush fiton më tepër t'jap më tepër, kështu që si kontribut. Shiko, unë gjithmonë në këtë muhabetin e taksave, tatimeve, më vjen më shumë të diskutoj për çfarë marrim mbrapsh, sesa unë besoj që një shtet duhet mbajt me taksa dhe tatime, nuk e ku të shkosh, por është shumë për të diskutuar çfarë ka pas tyre, pastaj ku shkojnë, si përdoren, me sa kemi parë në Shqipëri pak përdoren për qytetarët dhe nuk është legjend që shumë taksa shkojnë në xhepat e pushtetarëve me radhë. Nuk është se po bëj akuza, por ky është fakt edhe Jo, shiko, unë mendoj se ai është fakt, domethënë edhe unë nuk kam nevojë as ta kundërshtoj, domethënë as ta thelloj sepse mendoj se kush nuk e di e ka gabim. Korrupsioni nuk është fenomen shqiptar, kështu që mos bëjmë sikur është gjithandej dhe por nuk e di, neve sikur na kanë hyrë me dajak edhe s'po na lëshojnë më. Po shiko, është dhe E kuptoj. Kemi pastaj dhe nga viti i kaluar, po, ka qenë si deklarim që është DIVA që quhet, që është deklarata individuale vjetore të ardhurave. Dhe kjo prej vjet bëhet për gjithë personat e 2 ose 3 punësuar, 2 ose më shumë të punësuar, dhe kjo ka hapur goxha debat. Shiko çfarë ndodh që nëse unë punësohem në 2 ose 3 subjekte njëkohësisht, dhe flasim gjithmonë që jam e deklaruar. Domethënë që flasim për formalitet dhe jo informalitet. Unë përmenda këto gepet ku nuk paguan tatimit të ardhurat personale, 0 deri 50.000 lekë që thash 0 ose 0 deri 30.000 lekë paguaj 0%. Atëherë nëse unë deklarohem në 2 ose 3 subjekte dhe kam të njëjtën pagë, të dyja ose të treja më japin nga 70.000 lekë të reja ose 100.000 lekë të reja. Këtë gepin 0 deri 50.000 ose 0 deri 30.000 unë e kam tek të treja. Dhe shteti thot, je në 3 vende, unë s'të kam mbajtur përqindje, je në 3 vende që ke këtë 0% këtu, 0% këtu, dhe kjo nuk është e drejtë për mua. Thot, me dienim patjetër, po jo me dashje, më je shmangur nga një tatim që unë duhet të ta vjej. Edhe çfarë bën shteti? Në fund të vitit, ose më mirë, në fund të vitit është periudha, por në prill të vitit pasardhës, deri në fund të prillit, ke afat të hysh në faqen e tatimeve dhe të bësh një deklarim individual. Domethënë unë hy me ID-n time, me emrin tim personal, edhe shteti xhai ka bërë atë llogaritës, është më pret mua, por nëse unë nuk e bëj këtë deklarimin gjopitem, edhe është një llogaritje që e bën shteti, ka një formulë të tillë, po ti hysh mund ta zbërthesh. Unë si kam hyrë, nuk i kam pasur aq herë deri sot, edhe del gjithmonë një diferencë. Sa i thot të gjithë të ardhurat që ke marrë, çfarë nuk më ke paguar sepse je shmangur në thonjza nga këto gepet të tatimit mbi të ardhurat personale, ke një diferencë prej kaq lekësh për të paguar dhe ajo duhet paguar. Kjo ka bërë, unë të thoja me të drejtë, shumë persona që të evitojnë të punësohen formalisht. Do me thënë, unë i them më mirë këti që më ka punësuar për herë të dytë ose të tretë, që ko më jep në dorë, mos më deklaro sepse u smundem të paguaj shtetit në fund të vitit një shumë që është e konsiderueshme, duhet të thënë. I kalon gati gjithmonë 20.000 lekë të reja. Kështu që
Dhe problemi që kam unë me këtë deklarimin e 2 punësimit, që quhet ose 3 punësimit e me radhë, është që shteti jon nuk na njeh shpenzime. Do me thënë, i vetmi shpenzim që të njihet në këtë deklarat është nëse ke marrë kredi për në shkollimin e fëmijëve, dhe më duket vetëm kjo. Do me dikush që nuk ka marrë kredi, dikush që as nuk ka fëmijë, ndërkohë që unë bëj shpenzime gjatë gjithë vitit, atëherë pse s'minjen, nëse do më mbash diçka më shumë, okej, shumë dakord, atëherë të bëjmë dhe të deklaroj dhe shpenzimet që kam për të jetuar, siç ndodh në shumë vende. Dhe kjo është padrejtësia në këtë lloj tatimi që bëhet. Unë kisha një pyetje për të, domethënë, një nga pyetjet më të rëndësishme që i kisha shnuar, edhe jemi fiks në të njëjtin moment, që në Gjermani, po edhe në shumë vende perëndimore, në Amerikë për shembull, siç e kemi parë për filma kur kemi qenë të vegjël, është gjithmonë ajo tax return, domethënë, që mbaron në fundi vitit, fillon vitin tjetër, fillon robi, mbush ato letra, thot pam, edhe nëse ke rogon diku tek, I don't know, le të themi 2-3.000 euro, domethënë, 1.000 euro i merr në fund vitit minimumi, domethënë, po nuk një është rimbursimi, domethënë në gjë në Shqipëri? Absolutisht jo. Nuk ka shans. Dhe është kjo gjë, shteti patjetër që e kupton, po e ka diku tjetër leverdin, sepse nëse do të bëj kjo që të më mbaj, që të bëj rimbursimin në fund të vitit, ose që mund t'i dilte dhe që unë duhet paguaj më tepër, nuk është e thënë që gjithmonë të ketë rimbursim, atëherë i bie që çdo biznes, çdo qytetar duhet të marrë çdo faturë nga bizneset. Dhe kjo, unë them do luftonte, kjo do ishte një mënyrë shumë e mirë për të luftuar informalitetin, sepse nëse sot i ke qytetarët që nuk vlen diçka dhe lën atë kuponin tatimor atje, lën faturën si u intereson fare, edhe kështu inkurajojnë atë biznesmenin, atë shitsin që as mos ta pres atë faturë, pra të bëj evazion. Nëse ne do të kishim këtë sistem që në fund të vitit të bënim këtë tax return, siç të paktën në Amerikë është, por edhe shumë vende të tjera, unë si qytetar nuk të shkitem nga dyqani, nga marketi pa marrë faturën time, sepse do më duhet në fund të vitit. Por në kushtet që s'më duhet për asgjë, përveç atij shënimit që po u largove pa marrë kuponin do gjopitesh, nuk e di të ketë ndodhur në një rast, unë s'kam asnjë motiv tjetër për të qëndruar se për të insistuar për ta marrë faturën. Po kur thua nuk ekziston si ligj, si rregull, si mundësi që të bëhet, apo nuk ekziston si kulturë, domethënë që është aty, po nuk e bën asnjëri. Jo, nuk ekziston si ligj. Unë thash, kjo e 2 punësimit nuk më njeh shpenzim tjetër, përveç se shpenzimi që thash, që është ai për kredinë për shkollimin e fëmijëve. Është një formular në të cilin nuk të njihet asnjë lloj shpenzimi tjetër. Nëse zgaboj dhe diçka për shëndetin, nëse ke pasur në një shpenzim shëndetësor, por nuk jam shumë e sigurt, nuk e printova atë formularin. Sepse diva që unë shpjegova pak më parë është kjo, e tax return, besoj diçka e tillë e ngjashme, nëse jo e njëjta. Dhe nëse shteti nuk më jep mundësinë që unë të zbres shpenzimet, atëherë qartë, jo, që nga vërtet unë kam biseduar me disa persona të tjerë më përpara, edhe fatkeqësisht sapo e kuptova që pas kam pasur gabim, sepse unë e kisha by default mendoja se ekzistonte, domethënë ishte i njëjti sistem taksor që ekzistonte edhe këtej, që ishte mund ta bënte, thjesht nuk e bënin njerëzit sepse nuk ja jepte njeriu ose nuk e dinin ta bënin. Po në fakt pas kam pasur tejet shumë ignorante unë, por jam thuaj se e sigurt, nëse del dikush që thotë është edhe të meze, unë nuk e di se si funksionon. Jo, nuk e kisha, nëse del dikush dhe thotë na shkruan që shiko se ajo goca e ka shumë gabim, dorëzohem, më tregoj formularin ku bëhet si bëhet edhe unë nuk di të ekzistoj. Po, na shkruani njerëz në komente ose në DM, domethënë që na ndihmoni, nëse keni një eksperiencë tjetër, por se nuk e dihet ndonjëherë, na duhen këto gjëra. Janë të rëndësishme. Cila është problematika më e madhe e sistemit taksativ shqiptar për një përmbyllje të thjeshtë? E para unë mendoj është mungesa e informimit të publikut të gjerë. Shiko, se një publik nuk është thjesht që duhet të interesohet vetë gjithmonë. Duhet të ekzistojë kjo çështja e kulturës, duhet të jepet. Këtu tek ne është ideja që taksa tatime duhet i di vetëm një që ka mbaruar ekonomikun ose që studion për ekonomi. Të tjerët pastaj hajde të marrim atë rrogën neto edhe kaq. Pastaj është çështja e informalitetit. Kjo as nuk diskutohet, por unë nuk shoh në një dritare, në një zgjidhje të afërt për këtë. Unë shoh një informalitet në rritje. Qeveria del dhe flet për shifra në rënje, ndoshta,
Unë e shpresoj, por sidomos për shembull në sektorin e punësimit, unë shoh që mund të ketë rritje madje të informalitetit me këtë çështjen e dy punësimit dhe tre punësimit. Sepse nëse deri vitin e kaluar ka qenë deri në 2 milion lek, nëse ti ke të ardhura mbi 2 milion lek, duhet të bësh këtë deklaratën që unë thash, vitin që vjen është 1.200.000 lek, që është shumë pak. Edhe çdo kush duhet të deklarojë dhe duhet i paguajë shtesë shtetit. Kështu që unë besoj shumë njerëz do inkurajohen fort që të thonë më mirë ato lek që i marr sot, tek njerëzit ka dhe një pesimizëm, jo thjesht që do marrin pak kur të dalim pension, por shumica thonë pale nëse arrim të dalim ndonjëherë në pension. Ajo është plak më vete. Është transparent kjo shpenzimi i taksave shqiptare, domethënë? Jo, nuk është transparent fare. Unë nuk e shoh, ne shohim zbukurime të bëra në qendër për festa për shembull. Po të shohësh nëse unë s'di për shembull sa kanë kushtuar ato. Ndoshta në website-in e bashkisë mund të ketë ndonjë hapësirë ku thuhet, po nuk e besoj fare që do ishte transparente. Nuk ka një raport serioz ose që të trumpetohet që t'u tregoj qytetarëve të vendit të Tiranës në rasti konkret që taksat që keni paguar këtë vit, nuk po them 1/1, ndoshta edhe pse do duhej 1/1, por ndoshta në vija të trasha kanë shkuar për këtë. Nuk ekziston kjo gjë fare. E kuptoj, do me thënë që duhet me patjetër të rritet besueshmëria dhe transparenca ndaj publikut, që në mënyrë të tillë ata mendojnë që okay, mbasi ja vlen të paguaj taksa, mbasi ja vlen të derdhim. Pikërisht. Shqiptarët jo pa të drejtë nuk kanë fare besim në mënyrën si shpenzohen taksat e tyre, për këtë arsye janë dhe skeptik në pagesën e tyre dhe as nuk duan të fare t'i pagojnë. Shumë herë dhe mund ta kenë gabim. Ne shohim që ka gjëra që bëhen, megjithatë është dhe ai diskutimi për sa u bë realisht, sepse ka gjëra që shiko, gjithmonë i fusin duart, domethënë e bëjnë ato puçin, sepse shohim një rrugë që bëhet sot, pastaj nesër e rihapin se harruan një tel. Dhe kjo nuk është e rastësishme, nuk është pa aftësi, kjo është keqdashje për mendimin tim. Gjëra të bëra kastile. Normalisht rruga e parë po, rruga e dytë po, pastaj në Shqipëri janë të gjitha rrugët që ndjekin në njëjtin sistem, domethënë. Atë vetëm duhet të jesh më fal për shkrim, duhet të jesh vërtet budalla dhe idiot ta besosh domethënë që e kanë haruar vërtet. Kjo po duket se s'ka më tani skrupuj as turp as gjë, duket sikur gjërat bëhen kështu sheshit fare dhe ka gjëra që nuk shkojnë. Në rregull. Gjithsesi ne do shpresojmë të gjithë së bashku duhet të shpresojmë gjithmonë për më të mirën, domethënë normalisht japim atë pjesën tonë pak sa kemi, ndjekim shembullin e Nën Terezës duke dhënë në çdo lloj mënyre të ndryshme, siç u munduam ne të bënim sot. Anisa, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, edhe bashkë do të dëgjohemi, do flasim dhe do më ndihmosh në tema të tjera. Deri atëherë, ja kalosh super. Ciao. Patjetër, shumë faleminderit. Ciao. Bu CHI podcast.